Çka ka premtu për parim Rama në kryeqytet? E ja çka po përjetojnë qytetarët e Prishtinës. Prishtina e përjetimeve apo Prishtina e mashtrimeve? Çka përjetoi kryeqyteti këto 4 vite? Përparim Rama i LDK-s në fushatën e vitit 2021, ku edhe e fitoi Prishtinën, bëri gjithsej 206 premtime. Me këtë, Rama theu rekordin me më shumë të premtime nga gjithë kandidatët për kryetar në komunat e tjera të Kosovës. Sipas institutit GAB, Rama për këto 4 vite nuk arriti me përmbush as gjysmën e premtimeve që u zëtua. Nga 206 premtime gjithsej, vetëm 73 janë projekte të përfunduara. Që i bie, as 30% të projekteve nuk u realizuan. 37 projekte të tjera gjysmë të përfunduara dhe 37 të tjera vetë se kanë filluar, ndërsa 59 prej tyre nuk kanë filluar fare. Rama në shumë projekte dështoi keq. Në fotografinë që e pat në fillim, qytetarët po e përjetojnë atë që është më e keqja. Madje, ato shkollë nuk u vendosën as nga komuna, u vendosën nga vetë qytetarët. Rama gjithashtu premtoi edhe nënkalimin e vetura me lidhje nga rrethi Veterniku deri tek stacioni i autobusave. Mbi nënkalim projektoi gjelbrim e kënde të lojrave, por këto veç në letër, asnjëra nuk u realizua. Njëjtë edhe për tregun e gjelbërt, 4 vite pati veç fjalë, foto e premtime. Por fatkeqësisht tregtarët aty po vazhdojnë të përballen me kushtet e mjerueshme. Ironia e gjithë kësaj që ndron këtu. Fushatat po ndrohen, qeverisjet po ndrohen, por kur vjen puna tek zgjedhjet, premtimet po mbesin të njëjta. Çdo 4 vjet po I kemi probleme të njëjta. Probleme me ndriçim në thuajse çdo lagje, akoma evident. Probleme me kanalizime gjithashtu. Trafiku I stërngarkum kudo. Nëpër trotuare më shumë po ecin veturat se sa këmbësorët. Problem që s'po arrin me u zgjidh tash e sa kohë. E për qendën Dacak mos flasim fare. Atë llovin që e ka kriju, nuk po besoj që mundet me shpjegu as vetë kryetare. Qeverisjet po ndrohen, fushatat po vazhdojnë, por problemet e Prishtinës po mbesin të njëjta, akoma pas zgjidhje. Kështu që, mendoni mirë se kujt po ja besoni Prishtinën edhe për 4 vite. Përparim Rama, Hajrullah Qeku, Uran Ismaili, Besa Shahini apo Beg Berisha. Kush prej këtyre kandidatëve do të qeverisë komunën e Prishtinës për 4 vitet e ardhshme?